Opozita shqiptare të hënën në takimin me kryeministrin Zoran Zaev do të kërkojë reduktimin e perimetrit të verifikimit nga organet e sigurisë ndaj personave pa shtetësi. Sipas flakron buxhetit nga Aleanca për Shqiptarët, aplikimi për shtetësi është individual dhe se përgjegjësia penale është individuale sipas çdo ligji dhe konvente ndërkombëtare. Buxheti shton se mendësia e shërbimeve të sigurisë për t'i dhënë domino efekt negativ juridik rrethit familjar duhet të marrë fund me propozim ligjin për shtetësi. Kuptohet që duhet të jetë në bazë individuale, sepse çdo qytetar aplikimin e bën, në mënyrë individuale për të marrë shtetësinë dhe kjo nuk duhet të paraqet një perimetër më të gjerë. Aleanca për Shqiptarët dhe Alternativa do të kërkojnë zgjidhje edhe për raportet famkeqe në organet e sigurisë, në rast se indikacionet për vepra penale datojnë më shumë se 10 vite. Opozita shqiptare do të kërkojë që informacionet e tilla të mos merren parasysh gjatë procedurës për shtetësi. Nuk mjafton të jetë më shumë se 10 vite, sepse edhe në kodin penal, lëndët e vjetruara kanë një afat 10 vjeçar. Ne do të jemi kategorik kundër që dikush të shfrytëzojë një mundësi që për ndonjë shkelje apo dënim për kundërvajtje që të mvishët në atë, le të jetë kjo vetëm për çështje të aspektit të veprave të rënda penale, edhe pse ne besojmë se nuk ka të tilla. Në takimin e të hënës në kuvend mes kryeministrit Zaev dhe 2 liderëve të koalicionit opozitar Ziadin Sela dhe Afrim Gashi, do të marrin pjesë edhe koordinatorët e grupeve parlamentare, Skender Exhepi dhe Jovan Mitrevski. Në takimin e fundit u konstatua se marrja e shtetësisë përmes 3 dëshmitarëve nuk është e mundur.